Përshëndetje, unë jam Dorina Shamëll, sipërmarrëse e Frontera Qendra, Frontera Akademi dhe Vanmed. Sot kam të ftuar një njeri që unë e quaj njeri i zemrës. Për gjithë historikun që unë kam me të dhe për mendoj dhe sinkronin që ne kemi sot dhe veshin e kemi të pa treguar, të pa diskutuar përpara, po mendoj që jemi veshur njësoj. Jonida Iljazi. Ka dhe një mbiemër Bumbli, por unë preferoj t'i them Iljazi. Jonida make-up artiste që punon në Top Channel dhe punon edhe tek ne prej disa muajsh. Jonida, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. E pranova këtë ftesë me shumë dashuri. Ne të dyja kemi një histori shumë të çuditshme. Po. Ti zgjedh Fronterën dhe patjetër si çdo punë tjetër aplikon. Dhe unë në ato kohë mungesë të HR-it bëj gjithë vizitën, gjithë intervistën bashkërisht. Dhe kuptoj që ishte një vajzë që kishte një energji shumë pozitive. Më tërheq vëmendje dhe normalisht bëjmë dhe ofertën për punë. Hera e parë në një historik shumë të gjatë, 20 vite punë që unë kam edhe patjetër kam kaluar pafundësisht njerëz në përduar, një vajzë që më thotë, jo, unë nuk e dua atë pagën, sepse unë nuk e justifikoj. Një person që refuzonte pagën. Dhe për i vërtetës ishte një pagë mirë. Po. Pse Jonida? Besoj se ky ishte kliku që ne na lidhi. Unë vi në Frontera. Dhe për hir të vërtetës aplikonte Frontera Durrës. Po. Nga Tirana që do shkojë në Durrës. Për çfarë do lloj projekti që Frontera do kishte, unë do isha prezant. Dhe pasi kalova një eksperiencë 3-4 ditore, unë të shkruaj, sepse e mbaj mend që ti nuk e qenë në Tiranë ato ditë, ke qenë me fëmijët jashtë, dhe them, Dorina, kur të vish, unë dua një takim me ty. U takua dhe thash, Dori, unë refuzoj të marr lekët që nuk më takojnë kur unë nuk i jap këtij vendi punën që di të bëj. Meqense se normalisht sepse fluksi nuk ishte rritur, çdo gjë po shkonte drejt zhvillimit, po jo si isha mësuar unë nga një fluks pune që pretendoja se do e gjeja të tillë që justifikoja pagën e mirë që unë më ishte vendosur. Edhe Frontera, duke qenë se është më mjekësore, dhe ajo që e ka është një filial më kryesore, pjesën beauty e ka më pak të avancuar. E ka më pak të avancuar, por unë donim që ta rrisni me ty. Unë mora përsipër ta bëj. Dhe vite them, Dori, ja, kjo nuk bëhet mes nesh sepse unë dua një rrok që domethënë ta justifikoj punën time të kthyer në vlerë. Dhe kjo rrit vëmendjen time. Kjo rrit vëmendjen dhe ti the, mua s'm ka ardhur askush që të më refuzoj lekët që unë jam. Përgjithsisht e mësuar me punojësit shqiptar mbas edhe jashtë, por pjesa më e madhe në Shqipëri që patjetër pranojnë një vend pune, e shikojnë, sepse në fund të ditës ti ke zgjedhur si sipërmarrës, ke zgjedhur të punësosh dikë me kushtet që ti ke zgjedhur. Praktikisht ti po refuzoj, po thoj, shiko, jo, nuk e marr atë pjesë sepse nuk e justifikoj. Nuk e justifikoj. Dhe kjo ishte, besoj, ajo që më të rroqi vëmendjen tënde dhe të bëri ty të më shikoje me një sy tjetër. Ti the, kjo goca ka diçka ndryshe. Kjo vlen. Dhe pse ti zgjedh Fronterën? Dgjoj, ne jemi rritur me Fronterën, me sloganin që Frontera e posedon sot e kësaj dite, që të lindësh është fat, të bësh është Frontera, dhe unë zgjodha që të bëj njerëz të bukur të Frontera. Siç i takon. Siç i takon, siç i ka hije. Ti nismën e parë për shumë vitesh dhe duke qenë edhe një punojës shumë besnik i televizionit tënd, je prej shumë vitesh në Top Channel. Po. Normalisht një nga televizionet më të mëdha sot në vend dhe ke kaluar VIP-a. Sa e vështirë është të punosh me VIP-at? Dgjoj, në krye të herës kur un kam filluar punë në Top Channel, që televizioni vërtet kishte vlera shumë të mëdha dhe dukeshte si i paprekshëm, un pata fatin që të jem pjesëtar i një televizioni superior në Shqipëri, që duhet ta pranojmë të gjithë këtë gjë. Dhe puna aty, përveç se më ka bërë që të merrem me shumë personazh të rëndësishëm, publik, unë kam mësuar, ka qenë një shkollë shumë e vlefshme për mua.
që unë patjetër e vlerësoj dhe vazhdoj të jem besnike sot e kësaj dite. Për këtë arsye. A ka në një, sigurisht, eksperiencat dhe vitet e gjata tek ajo punë, mbase kanë sjell edhe ndonjëherë ato qefmbetjet apo mos Në kuptime. A Në ka pasur kuptim. ndonjë vit që pavarësisht se ka marrë të gjithë veprimtarinë tënde, make-upin edhe lookun e bukur, ka ngelur i pakënaqur? I pakënaqur është Ose nuk ka qenë mirë me veten, ose nuk Po. është ndjer ashtu siç do Dgjoj. donte të ishte. vendi ku jemi ne, konsiderohet si vend relaksi, që VIP-at e kanë hallkën e fundit para daljes në ekran. Ato dhe ne e kemi trajtuar si të tillë, duke i dhënë një rëndësi, po jo vetëm nga ana vizive, por e kemi trajtuar këtë gjë duke qenë dhe trajnere shumë të mira, psikologe. Andra jote. Ëndra ime, që unë e kam kryer në mënyrë autodidakte të gjithë personat që unë kam prekur me dorë, sepse ato duan të ndjehen komode, duan të kenë një atmosferë të ngrohtë, duan të jenë të paparagjykuara, aty ne kuptojmë që të gjithë VIP-at janë njerëz të thjeshtë dhe janë njerëz normal si çdo njeri tjetër, me momentet e tyre sfiduese që ja sjell. Jo gjithmonë janë Jo njësoj, gjithmonë. jo përditshmëria është njësoj, jo vështirësitë e punës që ata që kryejnë ata kanë problematikat. kanë sfidat e tyre të cilat momente caktuara vinë i shprehin edhe tek ne në mënyra të pasigurie që mund të hasim gjatë procesit që ne bëjmë. Të tipit që unë mund të grimoj çdo vip çdo ditë dhe më thot, po unë si kam flokët mirë sot, po make-upi s'është, ndërkohë që unë po i bëj të njëjtën punë që bëj çdo ditë, por momenti, domethënë, pasiguri që mund të ketë në një ditë caktuar, reflektohen në këtë mënyrë, por ne gjithmonë me një dashamirësi dhe një durim Që të karakterizon. profesionalizmi mundohemi që ta superojmë dhe të jemi gjithmonë krahu i tyre, i djathtë për t'i treguar atyre që po aq bukur sa çdoni të dilni ju, duam dhe ne që ju të dilni bukur. Të kënaqur, sepse në fund ditës është një punë që shikohet në ekran, që ne duam ata dhe ne që puna jonë të tregohet në mënyrë shumë Të është paraqitje vizuale çdo gjë që ata. Është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Po ka në një nga këto VIP-at që nuk shikohet në pasqyrë, pasi ka bërë grimin, ka besim të verbër tek ty, edhe thjesht ikën, pa e parë veten. Këtë e kam hasur me thënë të drejtën me disa personazhe të rëndësishëm. Për shembull, një ndër to është Arbana Osmani. Arbana ishte një vajzë që kur vinte tek ne, vinte dhe dorëzohej. Dhe ne dorëzimin i themi kur mbështetet, mbyll syt dhe në fund thot mbarova. Ne i themi po mbarove. Ishte një vajzë që nuk korrigjonte asgjë nga ajo çka ti i kishe bërë. Domethënë, dhe këtë e kanë personat publik që kanë një vetbesim absolut tek puna që bëjnë. Por kemi edhe personazhe të tjerë që unë i kam sot e kësaj dite, sepse është fizionomia e fytyrës, mënyra pastaj edhe këtij kur lyen në kur bën me gocat në formën e përditshme që unë bëj sot kanë po të njëjtën qasje, që kanë këtë vetbesimin e tyre dhe nuk domethënë i kushtojnë më shumë prioritet pamjes, patjetër që duhet një pamje që të jetë korrekte, të jetë figure pastër dhe si rrjedhoj e emisioneve të cilat ato bëjnë, për shembull një emision investigativ siç është Fiksi, ne s'mund të bëjmë ekzibicione të natyrës, s'mund të bëjmë modele, ne do bëjmë një portret të kuruar, të saktë, pastër. Siç është Xhemi për shembull, që është një figurë e pastër, nuk është se ne na krijohen problematika ditore që dua kështu, dua ashtu, sepse ne e dim. Emision tjetër që ka përmbajtje paksa politike aktuale, siç është Dori Lagjoni, që kanë këto qasjet shumë të pastra në ekran. Dhe serioze, në komunikimit të emisionit përkatës. Tani sikur ka ndryshuar një çik mënyra se si bëhet make-up, apo trende të reja, apo personazhe të caktuara që Tirana ka. Nuk të kanë tërhequr që ti të jesh një ndër to, të hapësh një sallon të ndin, të bësh gjëra të tilla.
Me të thënë të drejtën, Dori, jo se kam menduar që unë të isha sipërmarrëse e punës time, por nuk kam ruajtur gjithmonë një profil paksa të ulët jo për shkak aftësisë, po për shkak të temperamentit që unë kam. Më ka mjaftuar puna që unë bëj aty, kam qenë e ngopur me shumë dashuri dhe energji superiore që unë e kam marrë në atë vend ku punoj, të cilën patjetër që unë e kam shfaqur edhe në gjëra të tjera jashtë Top Channelit, që unë jam marrë me projekte që patjetër kanë marrë dhe ato rëndësinë e duhur, por nuk më ka lind nevoja që unë të jem e afirmuar vetëm duke hapur një sallon. Që ta kem Nuk mjafton vetëm hapja një salloni, që ta kem shfrytzuar topin për të qenë e famshme nga ana tjetër, nuk kam dashur ta bëj, jo se s'kam pas mundësi. Kam parë një gjë shumë të çuditshme, një herë në aeroport, ne të dyja në udhëtim, edhe shikojmë një nga çunat që sot është shumë i famshëm në botën e make-upit, Henry me një dashuri shumë të madhe për ty. Nuk është kjo konkurenca, nuk e shikon? Jo, fare. Unë pikërisht kam fituar këtë gjë me kolegët e mi, për të vetmen arsye sepse unë s'jam parë kurrë në sytë e tyre një rrezik apo një konkurrencë Jo vetëm për atë, unë pash dashuri në sytë atë idealit. Mënyra se si ai të trajtonte, formati se si e marrëdhënia miqësore që ju kishit, sa u përfshiva edhe unë në atë formatin apo dashurinë që ju kishit midis. Dhe unë shikoj që edhe nëse mua më duhet për një arsye apo për një tjetër të marr një make-up nga dikush tjetër brenda ambienteve të mia, ti nuk mërzitesh. Jo. Dhe kjo për mua tregon shumë për botën e një njeriu që nuk ndjen konkurrencë, është e aftë në atë që bën, është konfidente në atë që bën, dhe nuk ka patjetër që duhet të jetë dikush që t'i tregojë. Dhe kjo më ka ardhur për shkak e para për natyrën time, që un jam që nuk kam të tendencën e të gjykuarit për njerëzit për zgjedhjet që ata çka vendosin të bëjnë, që ne kemi hasur edhe brenda mureve kur un punoj. Personazhet caktuar janë ngrimuar për një kohë shumë të gjatë me mua. Jo, me mua, kanë filluar me mua dhe pastaj kanë dashur që të ndryshojnë dhe të kenë një model tjetër të bërit të një dorë tjetër, një format për të provuar diçka tjetër. Dhe kam qenë njëri i parë që e kam përqafuar me shumë dashuri që sepse çdo njeri ka nevojë edhe të ndryshojë dhe të ketë një gjë ndryshe. Pastaj mund të rikthehet sërish. Po nuk provoj, ai nuk e kupton sa e mirë ti. Por rikthimi na i lidh akoma më shumë ndjesitë tona për të vazhduar më tej, me shumë dashuri. Ka frikë jona këto vajzat e vogla? Se të mëdhejt nuk i ka frikë. Po këto të vogla që i mëson çdo ditë që i kalon nëpër dua. Jo, mendoj se ne të gjithë i përkasim një kohë të caktuar. Ne kemi në punën tonë një target group që do na ndjeki gjithmonë për shkak të moshës, për shkak të komoditetit që një personazh mund të ketë me mua, të komunikimit, të pjekurisë që ty të ka ardhur ndër vite, që vajzat e reja mund të jenë të talentuara, po ty s'të japin dot atë komoditetin që ti mund t'i ofrosh. Lidhjen energjinë që mund të marrësh. Sepse, njeriu një profesionist. Çdo personazh ose çdo individ që mund të vite te ty, nuk vjen tek ty vetëm se kërkon të ketë një shërbim mekanik. Vjen tek ty për shumë arsye, që ta ndjej veten pa doreza, i zhveshur, ta ndjej veten komod, ta ndjej veten i përqafuar me atë që e pret, të ketë një bisedë konfidente. I lë të gjithë fizionominë, i lë të gjithë lukun tënd, të gjithë daljen tënde të aparencën, e lë në duart të atij individi. Të atij individi, po ti mbasi e bën këtë gjë, ai nuk mjaftohet me këtë. Ai do të ketë një marrëdhënie ekstra që ti vendos t'ia japësh me shumë dashuri dhe pa marrë asgjë në këmbim. Po kjo vjen nga pasioni për punën, sigurisht. Patjetër. Unë them që çdo gjë është komunikim. Puna fillon dhe mbaron me komunikimin. Këtë jemi. Dhe ne mund të jemi të suksesshëm ose jo në bazë të kësaj shtylle që krijon çdo njeri në marrëdhënie. Dhe unë i mshoj shumë kësaj që ti e di. Dhe kjo është ajo që na lidh me të dyjave. Pasi ti zgjedh të mos punosh me fronterën, me atë pagën e pajustifikuar. Me atë klasikën fare. Me atë klasikën fare.
Unë apasionohem mas make-up artistes që më duhej dhe në udhëtimet e vazhdueshme që unë bëj gjatë muajit për udhëtime pune jashtë, vendos të hiq edhe unë si njeri me një make-up artiste me vete, kompletuar dhe fillojmë udhëtimet bashkarisht. Por kuptova që se mua më kthehen ato dhe prandaj nën qesh kështu. Nuk kishin vetëm udhëtime. Më përpara unë kam bërë udhëtime pune dhe kanë qenë gjithmonë të rregullta, serioze. Por tani kam filluar të bëj kujtime. Me ty kam filluar ta gëzoj kur më vjen data që unë duhet të iki, siç është rasti konkret që ne nisemi edhe për në Paris. Unë jam njeriu më i lumtur sepse aty ka batuta, aty ka vlera, aty ka një njeri të dashur, aty është një person që unë ndaj çdo gjë deri te krevati. Që nuk ka ndodhur ndonjëherë të ndaj edhe krevatin. Jona, Tradhtia më e madhe ime është me ty. te Jona unë kam ndarë te krevatin. Si është ndjer Jona në udhëtimet, sepse unë kam përjetuar sensacionin tim dhe unë mund të përgjigjem vetëm për këtë. Si ka qenë në eksperiencën e Jonës të udhtoj me dikë, të bëj një jetë të dikujt, të vrapoj dhe të kapi oraret? Atëherë, duke të njohur përpara udhëtimit, ritmi jot ishte prezent. Algoritmi që ti kishe për punën, për pasionin që ti ke për të, për marrëdhëniet që ti krijon, dhe unë pak a shumë isha e njohur me këtë gjë. Por udhëtimi patjetër që do krijonte një mendim pak më të thellë. Ne udhtojmë bashkë. Unë në udhëtimin e parë isha jo skeptike, por që isha një Njëri i ri. Po, njëri i ri. U kuriozova pak sepse ti nuk ishe asnjë moment qetësie, të tipit çdo telefonat do kalonte nga ty, çdo vendim do kalonte nga ty, që ti ishe me një kufje në vesh gjithkohës. Dhe unë kishte momente që thosha, çfarë po ndodh këtu? Ti ishe si deda majshtyllës. Dhe në një moment tash, kur ti ndalove dhe unë me shumë seriozitet, këtu ishte e para herë që unë isha shumë serioze me ty, dhe tash, Dori, ti këtë lloj jete ke? Sepse Kjo është jeta që kemi zgjedhur. dhe ti the, po Jona, unë funksionoj kështu. Okej. Të pranova ashtu siç ishe. Dhe udhëtimi jon ishte një pasaport për udhëtimet që do na vinin pas. Që Me shumë dashuri. që nuk mbaroj kurr. Dhe unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e udhëtimeve tua, se kaloj po aq mirë sa ty, përjetoj çdo emocion tëndin, çdo takim që ti ke bërë, dhe të falenderoj që ti më ke bërë pjesë edhe të takimeve shumë të rëndësishme të tua, që fare mirë si një bashkëpunëtare jote, mund të më thojë që Jona, unë kam një takim, ti mund të më presësh këtu, ti nuk e ke bërë këtë, ti më ke bërë gjithmonë një pjesë tënde, dhe unë patjetër që kam vlerësimin tim maksimal mbi këtë gjë. Po ti e di që të paktën për aq sa ne kemi folur dhe kemi ndarë vlerat apo mënyrën se si ne shikojmë qoftë punën, qoftë jetën, qoftë njerëz të dashur, qoftë miq aty që ne i themi miq, në momentin që unë i them dikujt mik, që në rastin konkret ti je një mikesh shumë e dashur, unë nuk mbaj më rezerva për këtë person, edhe hyn tek njerëzit e zemrës, edhe duket sikur punoj me dy folder. Ai serioz, statik i punës, dhe ai i zemrës. Dhe duke hyrë te ky sektor i zemrës, unë jam gjithmonë shumë e lumtur të ndaj çdo gjë dhe patjetër nuk kam nevojë të çekoj edhe të kontrolloj besimin tënd. Po, këtë sapo do ta thoja që ne na ndodh në jetë që mund të kemi kaluar shumë kohë me njerëz të caktuar dhe mos të kenë akoma njohjen maksimale tonën. Dhe përkundrejt takojmë dhe njerëz që mund të kemi një afat kohor shumë të shkurtër, por na mjafton që ne t'i njohim ato skutat më të thella të shpirtit. Dhe në këtë njerëzit duhet të ndahen, sepse duhet të mendoj që me disa njerëz duhet të bashkojnë. Me disa njerëz mendoj që ti i takon dhe të krijohet ajo imazhi sikur ti i ke takuar këtë në një dimension tjetër. Ndoshta shpirti jon
është takuar diku fiks në dimension tjetër dhe jemi takuar në këtë botën do tonë që të re. shumë gjëra që na bashkojnë, qoftë vlerat, qoftë mënyra se si Po ndoshta ne është edhe perceptojmë gjenerata në mënyrën, cilën ne kemi mosha që ne jetuar. na lidh duke pasur pak a shumë të njëjtën moshë dhe Na mendoj lidh që mëmësia, na lidhin pasionet, na lidh dëshira për jetën, na lidh shumë dhe mënyra se Jona, si ka ne dhe- shohim botën, ditën. duke ndar sekretet, Jona ka dhe një pasion tjetër për estetikën. Në bisedat tona, shumë të ngrohta që ne i bëjmë, pa filtra, si gjithmonë. Një ditë kur unë ty po të ngrimoja, po të bëja për një intervistë caktuar që ti kishe, unë të vendos duart në fytyrë se po të hapja kremin, nëse ti e mban mend. Dhe po thoya, Dori, unë do ta bëja shumë, po shumë mirë edhe estetikën. Sepse njeriu ka disa sensor në duar që përçohen. Përçohen me shumë profesionalizëm edhe në metodat e tjera, sikurse është një fushë tjetër kjo, krahasimisht me timen, që është make-upi, estetika është po aq, që është një hap Lidhen bashkë. lidhen shumë, sepse ndjekjet e dyja të po, bukura. lidhen shumë sepse një lëkurë e trajtuar e mirë Ti duhet të mbajtur, njohësh patjetër. mua ma një vë lëkurë punën, përtesa Më ma të bë thjeshtë. shumë komode, ma vë punën përpara, për që unë e kam shumë herë më të thjesht, një portret që është i mirë mbajtur, i kuruar. Do e bëj Jona Frontera Akademi? Do ketë Jona, sigurisht duke mos e lënë profesionin e parë, por duke pasur një mundësi Profesioni për parë profesion të patjetër që nuk do lihet, por me shumë kënaqësi unë do sfidoja veten edhe në një linjë tjetër. Sigur se do ishte kjo. Pse jo? Dhe jeni shumë të lumtur të mirëpresem në studentët e Frontera Akademi. Akademi që inshallah jam unë që hap dhe tërheq shumë goca tjera që kanë pasione të dyta, Se të treta, thon- pse jo? Thonë që për vajzat e Durrësit janë shumë të bukura. Është e vërtet kjo? Ë, Ka dalë është bërë dhe këngë normalisht. unë nuk jam bashkangjitur shumë me këtë. Jo, unë nuk kam qenë pjesë e kësaj. Po si e shikon Jona bukurinë? Dgjoj, unë bukurinë nuk i jap dot, nuk e kornizoj dot vetëm me pamjen. Nuk e lidh dot. Unë se kam lidhur kurrë me pamjen. Për mua Ku ti pamja thot Jona një vajzë e bukur? një njeri që ka shpirt bukur. Më bën shumë për vete dhe e shoh me një sy tjetër. Do të thënë bukuria ime lidhet me diçka tjetër që nuk ana vizive është e fundit që unë jap rëndësi. Pavarësisht se unë merrem me këtë dhe duhet të shikoj këtë. Jo, unë preferencat e mia i kam diku tjetër, që Se normalisht. sigurisht më lidhen edhe me atë të aparencës. Sado që një aparencë e bukur me një shpirt që nuk është i bukur. Me një shpirt jo të bukur, me një sjellje që s'është shumë e bukur, mua bukuria nuk më thot asgjë. Dhe ti ke një shpirt shumë të bukur. Mbase me këtë. Kjo ka qenë ajo Ndoshta që më ka prandaj të lidhur duken shumë. dhe ty e bukur, por nuk e kam pasur fokusin asnjëherë ke aparenca. Po Jona, unë të falenderoj shumë që u bëre pjesë, edhe pse nuk e dal asnjëherë publikisht dhe Kur? këtë ma bëre një nder ose një favor mua dhe unë për këtë jam shumë mirënjohëse, por edhe patjetër që ndava me ty disa gjëra shumë të dashura. Unë të falenderoj ty, të falenderoj për çfarë do lloj gjëje që ti ke dashur të më ofrosh dhe unë e kam pranuar me shumë kënaqësi. Një shprehje e bukur është kur thuhet që nëse njeriu ndihet i kuptuar, ka gjetur një formë të rrallë paqeje. Faleminderit që ti je paqja ime. Ky ishte podcasti për sot.